Anije luftarake ruse janë pikasur nga Marina Mbretërore Britanike në kanalin anglez në provokimin më të fundit të Vladimir Putinit. Anije dhe avion luftarak britaniku vendosën në ndjekje të flotës së Putinit gjatë një operacioni dytitor në koordinim me aleatët e NATO-s. Ministri i Forcave të Armatosura Al Carnes tha: "Me këtë operacion Marina joni ka dërguar përsëri një mesazh Putinit. Ne ndim saktësisht se çfarë po bën. Sa herë që një anije ruse i afrohet Mbretërisë së Bashkuar, Marina është gati të ndjek, pengoj dhe mbrohet", tha ai. Anijet patrulluese Mersey dhe Severn, të dyja me bazë në Portsmouth, u dërguan së bashku me një helikopter Wildcat nga skuadroni ajror detar 815. Ata arritën të kapnin një kovert ruse Boyki dhe cisternën e naftës Generali Skobelev, që shoqëronte. Të dy anijet po kthehen nga dislokimi në mesdhe sipas Marinës Mbretërore. Anijet luftarake të Putinit po lundronin drejt detit të Veriut, kur Severn dhe Mersey arritën pranë pozicioneve të tyre. Pasi anijet ruse kaluan në detin e Veriut, Britania ja dorëzoi përgjegjësinë aleatëve të saj të NATO-s. Operacioni është më i fundit me një seri përplasjesh mes Mbretërisë së Bashkuar dhe aleatëve të saj me anijet ruse. Pejntë raportua se Britania ndihmoi komandot franceze të sulmonin një cisternë të flotës hije të Rusisë në mesdhe. Anija patrulluese e Marinës Mbretërore ndoqi anijen ngrinç përmes ngushticës së Gibraltarit. Ushtarët francezë u ngjitën në kuvertën e anijes, raportoi The Times.